Të ftohtë kanë, e këmbët i kanë mbështjellur me rrobat e trupit. Kështu i gjeti hëna këta pacient të hemodializës në poliklinikën specialistike në Podujev, objekt ky që ka mbetur pa ngrohje qendrore që nga shtuna. Më së shumti këtë po e vuajnë qytetarët që janë në dializë, nga se këtyre ju duhet që për 4 orë të rinë të shtrirë. Ballë kemi pas sa me shishe, motrat ma kanë mu shishe mujtë në zetë, se për ndryshe veç këcejshëm. Dhije që në dhejme s'kena pas, fësëft ka qenë shumë, ne jemi të smutë, por interesim nuk ka për neve. Pacientët thonë se as batanijet nuk po kryejnë punë. Qevër në pota, po. Nuk mjaftoj. E qita dhe jokënë. Kjo i mlefosi fort edhe për shkak të shëndetit të ligë që kanë. Ata nuk e provojnë, na që jem dializë, na pe provojmë gjithësh. Madje bën të ditur se në sallat ku kryhet kjo procedurë jetike nuk ka pasur ndonjë alternativë, pra ngrose të vogla. Mona e nxemit vogël me alon ato në dhomë rana? Je, vëlla. S'pa nxemit vogla. Na nxemit vogla se u kam Jo, më në qëfarë. Por për çudi, tek njëra dhomë siç duket dikush ka intervenuar. Se na kanë shuar nxemje grialis, këna njërtë kush. Defektin e pranon edhe vetë shërbimi spitalor klinike universitar që e menaxhon këtë institucion sekondar. Për shkak të një prishje teknike në pompën e qarkullimit të ujit të ngrohjes, sistemi ngrohjes në poliklinikën specialistike në Podujev aktualisht nuk është funksional. Ekipi teknik ndodhet në terren dhe është duke punuar intensivisht për identifikimin dhe sanimin e defektit. Nga SHSKUK-ja, megjithatë thonë se temperatura në ambientet e poliklinikës nuk është në nivele alarmante, duke saktësuar se ajo është 21.1 gradë Celsius. Anise dhe ekipi Klan Kosovës për aq sa që ndroi brenda posa ankesave të pacientëve, pa edhe stafin shëndetësor të veshur trashë mbi uniformë.